Nuk e di pse po këto seancat e 2 javëve të fundit po më pëlqejnë shumë. Megjithatë kam një shqetësim serioz për të ngritur dhe shqetësimi im është se pse duket sikur ka ndalur treni i partisë tuaj për në Bashkimin Evropian. Ka 2 javë që në komisionin ku unë bëj pjesë janë anuluar mbledhjet, edhe në seancën e sotme nuk ka asnjë nga ato projekt ligjet e trenit. Nga ato projektligjet e trenit që nxitonte shumë dhe ne s'kishim kohë as t'i lexonim, e që kryeministri i firmoste tëk. Po tjetë na thoni t'i japim një dorë dhe t'a shtyjmë përpara, ose thjesht pranojeni që Edi Rama e ka humbur besueshmërinë te ndërkombëtarët. Pranojeni se ky sharlatan që kemi për kryeministër dhe që sharlatanizmin e tij e ka treguar sidomos këto 2 ditë e fundit, na bën neve me turp. Po tashmë po bën me turp edhe ata evropian që dikur e puthni në faqe. Në çfarë epoke jetoni ju? Këtë dua të kuptoj unë, sepse qarkullojnë mesazhet e tubimit festiv të 35 viteve të partisë tuaj, ku kërkoni patronazhistëve të marrin me vete me listë edhe 15 anëtar të tjerë, 15 shokë miq të tjerë. Jeni bërë si byroja politike në kohën e Ramiz Dralis, që mblidheshin e diskutonin prodhimin e grurin dhe pjellorinë e lopëve, ndërkohë që rinia jashtë protestonte për të përmbysur regjimin. Tani që dhëndri Donaldi du tërhoq nga projekti i Zvërnecit, çfarë justifikimi keni për ato 4.5 miliard dollarët e supozuar? Kush do t'i paguaj ato? A mos do t'i paguaj Arabi? A mos është si ai Arabi i Durrës Marinës, që investim quan parat që merr për apartamentet që shet në grop? Edi Rama është bërë i pabesueshëm për para ndërkombëtarëve, po sidomos Edi Rama është bërë i pabesueshëm para shqiptarëve dhe para elektoratit të Partisë Socialiste. Dhe këtë e dini fare mirë ju. Prandaj ju bëj thirrje të jepni dorëheqje. Të paktën ju të ruani çik cipën në faqe që ju ka ngelur. Kam edhe një koment fundit për kolegët e Partisë së Kryegjyshatës që sot votuan që unë të mos e mbaja interpelancën. Unë e kam ngritur zërin nga kjo sallë më 7 maj për atë që po ndodhte aty. Për 19 maj kam bërë kërkesën për interpelancë. Dhe sot që buçeti gjithë bulevardi, Ramaburg, Berishamburg, sot dëgjuat edhe ju nga veshët që të kërkoni interpelancë urgjente. Dhe votoni kundër interpelancës time, duke ditur fare mirë se në qoftë se nuk e mbaj sot interpelancë